Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë bashkarisht një rrëfim shumë të dhimbshëm. Telefonata e cila do të kyçet sonte bëhet fjalë për një zonjë të nderuar, për një grua, e cila është rreth 68-69 vjeç, që do të ndaj rrëfimin e saj të tmerrshëm. Në rubrikën që unë kam hapur, kemi patur shumë raste ku nuset nuk i duan vjerat, nuk i shohin dot me sy, i shohin me urrejtje të papar, i shohin me mlefe të papara dhe pikërisht rasti të cilin do të dajmë tani është i këtill. Zonja në fjalë ka shkuar tek vajza e saj për 3 muaj në vizitë në Itali. Por udhëtimi në Itali asaj ja bëri më të keqen, ja bëri dramën. Por se çfarë ka ndodhur në jetën e saj, ne tani do të kyçim zonjën dhe do të dëgjojmë këtë rrëfim. Përshëndetje e nderuar, mirë se erdhe në kanalin tim. Përshëndetje Tiron, mirë se të gjeta. Faleminderit shumë. Unë pak e shumë e shpjegova rrëfimin tënd, por dua që ta ndëgjoj nga ju dhe gjithë koha është për ju. Faleminderit. Unë jam një grua si gjithë të tjerat. Kam qenë ambise në gjithë jetën. Jam martuar shumë e re. Në moshën 18 vjeç. Artuam prindërit. Edhe nisa jetën. Vajza më erdhi me një herë. Sa po martova në jetë, ndërsa djali më erdhi 2 vite më vonë. I kam 2 fëmijë, i kam rritur si të drita. Ka punuar bashkëshorti shumë, që t'ju siguronim të gjitha të mirat. Me vështirësi u shkolluam, me vështirësi çuam studime, derisa u rritën edhe morën rrugët e tyre, derisa të merrnin në rrugët të fejoheshin, kemi qenë shumë të lumtur bashkë, shumë të gëzuar. Vajzën e martova në një familje shumë të mirë, që edhe sot e kësaj dite, jam falënderuese ndaj Zotit për të mirat që ka kjo vajzë. I ka të gjitha kushtet. Ndërsa nusja, për djalin që e mora, nuk më doli fare e mirë. Në fillim, dukeshte urtë. Dhe ne si prindër ishim të gëzuar. Por që me vdekin e burit, gjërat filluan që të ndryshajnë. Ajo filloi që të silet në një mënyrë shumë të ulët me mua. Nuk ishte asnjë farë respekti. Dhe vajza, duke i nditur gjërat, më thonte çdo ditë kur flisnin në telefon: "O mami, til pak nga Italia, nga unë, se ndoshta e duan atë qetësinë e tyre." Edhe unë thash hajt po daj. E një muaj të goca. Por goca insistoi, tha mami, tha buj, tha 3 muaj dhe shko, se nuk vjeta çdo ditë. U kënaqa, u argëtova të fëmija. Në momentin kur marrë ti mbjërë në telefon për ti thanë qa, të më bënd të reservimin e biletës, nusja më thot në telefon që nuk e vënd në shtëpin tëmë. Mund duke pabesueshme, thash fan dëgjoj. Hajde pyet edhe një herë. Më tha nuk e vën në shtëpin tëmë. E mbylli telefonin edhe më vuri në blok. Vajza ishte në punë. I telefonova, e mori djalin në telefon. A i tha që nuk mund të vi në shtëpin tonë. Arsyet nuk i di, nuk e kuptoj pse. Dhe tani kam mbetur. Dhe me thënë duhet të kthehem, por në Shqipëri, por nuk kam se si të kthehem.
duke qenë si më mirë, i lash Po, më vetëm fal, i nderuar. të reflektojnë? Dua të të bëj një pyetje. Tani do të thënë, nga kjo që e nderuar, më fal, nga kjo që unë dëgjova, ti nuk e ke derën hapur fare, do të thënë, tek djali jot se ku do shkosh ti tani, ku do jetosh? Jo, hiq, në asnjë mënyrë. Më kanë vënë në blok, nuk hapin asnjë telefon. Tentoj edhe dhëndri, tentoj dhe vajsa, në asnjë mënyrë. Tani dhëndri më thot që du t'japim çekstin e shtëpisë, e shko tek shtëpia jon të qëndrosh, ndërsa djali më kalon në rrugë. Unë e tregoj këtë histori anonim, sepse jemi shumë shpejt në këtë ngjarjen që na ka ndodhur, dhe nuk dua që të tele vërteta në këtë formë, do me thënë, dhe mendoj kam shpresën që ndo të binden, edhe këto ditë që unë të shkoj në shtëpi, së është turp, të bëhemi ka hipotez, nëse unë të lëre këti gjën. Tani uroj që djali ta ndëgjon këtë rëfimin, a e di se kujt është ky rëfim, se ai e kam bërë këtë gjë, dhe shpresoj që të pretendon të më merë në shtëpi, nga që është turp, duke e padur gjithat shtëpi, me të gjithat mirat, unë të jetoj tek dhëndri, se të jetoj të dhëndri, kur unë e kam komoditetin tim, i kam shtëpin time, jam e të rënditur, sepse nuk e prisje që të më ndodhen kjo gjë, më thamë kjo nuse më ka shokuar, kjo nuse më ka befasuar, por uraj prej Zotit që të reflekton, edhe të më hapën qatë derë, se nuk jetojt kështu. Me thënë jam në siklet të madh, jam në turp të madh, nuk ti se kuj kja them, më ka zënje i keq, që vetëm Zoti madh e di, çfarë jam duke vujt, e çfarë jam duke kaluar. Këtë të merë që nuk e prisja që djali do të më bënte. E të mërshme. Shumë turp. Sinqerisht më ke prekur jashtëzakonisht shumë dhe nuk e kuptoj, domethënë, si mundet njeriu që të jetë kaq i lig, të bëj gjithë këtë të keqe, pse? Sepse nuk të shikonte dot në shtëpi. Mua sinqerisht më vjen shumë keq. Faleminderit shumë, uroj që të reflekton edhe të më hapun derën. Më vjen keq që duhet të ndërpres, por unë të falenderoj shumë, domethënë, që ishe pjesë e telefonatës time, me patjetër që ti do t'i ndëgjosh të gjitha qëndrimet e ndjekësve, komente që ato do të shkruajnë. Këshilla ime është vazhdo të jesh e fortë, sepse me patjetër që Zoti dhe për ty ka dritë. Hapini inshallah, faleminderit shumë. Faleminderit. E pra të dashur zonja dhe zotrin, ishte kjo historia që unë dava me ju, do të thënë ta rrisësh fëmijën, ta martosh, edhe më në fund të hudhën në rrugë. Nuk e di, vetëm të shqiptarët ndodh kjo gjë.